Pra u provua qartë që automatikët e marrë në peshkëpi, pra armët, sepse ta kuna sulmuan si ishme automatik, ishin me shotgun, armët e marrë aty u gjetën në Athinë. Kush i çoi ato armë në Athinë? Dhe pse pikërisht në këtë vend, këta ishin njerëz të afërm ose me lidhje me grupin që sulmoi repartin tonë. Pra, kjo është gjëja që ekspozoi Belerin për të parë dhe e përfshin gjë. Në Greqi për të gjë është dënuar me 1 vit armbajtje pa leje. Ndërkohë, në vitin 2003 është dënuar për shkak të zgjedhjeve në Himarun, dhe kam ndjekur atje. Ata donin të fitonte Bollano, nuk fitoi Bollano dhe pastaj atje pati akte, si them, dhunimi haptazi simboleve kombëtare, djegje e flamurit shqiptar, thirrje të qarta antikombëtare, thirrje përçarse, dhe të gjitha këto ndikuan që fillonte një procedim penal. Në fakt u sabotuan zgjedhjet, u penguan numërimi, ka pat incidente të rënda në atë kohë, sepse dhe policia jo nuk vepronte. Dhe kishte një gjë, sa herë një marrë ndodhte diçka, nuk u pëlqente rezultati, me njëherë dilte Ministria e Jashtme greke në deklarat shtypje dhe merrte në mbrojtje personat që e bënin këtë gjë. Dhe për fatin të e mirë të Shqipërisë nuk ishin qytetarët e Himarës që e bënin këtë gjë. Ishin këta që ishin të ardhur nga Greqia ose të financuar nga Greqia për ta bërë këtë gjë. Dhe çfarë ndodhi? Kjo çështje u gjykua. Shkalla e parë e dënoi zotin Beleri në Vlorë, gjykata e apelit po ashtu e dënoi, gjykata e lartë e lan fuqi, madje ka shkuar deri në Strasburg dhe gjykata e Strasburgut e të drejtave të njeriut e ka lënë në fuqi vendimin e gjykatave shqiptare. Dhe Beleri nuk shkeli në Shqipëri derisa ky vendim u parashkrua. Dhe pastaj u shfaq në zgjedhjet e vitit 2015 si kandidat pa pritmazi. Mbas 2 herë që kishte qenë Bollano, u shfaq Beleri. Beleri pra në radhën e parë ishte mbështetës i Bollanos, i Vasil Bollanos. Në moment që u humb Bollano dhe këtij skadoi dënimi, pra nuk mund të arrestohet më për atë gjë, se nuk shkeli në Shqipëri, edhe pse ai thoshte unë nuk e dija. Ti e di shumë mirë se ti ke familje, ti ke banuar, ke pronat, ke biznesin në Shqipëri, se di ti. Ishte mbrojt me avokat me prokuror. Dhe ai u shfaq në zgjedhjet e vitit 2015. Unë sërish në atë kohë e kam ekspozuar të fakt, se më duke çudi që njëri i dënuar të kandidonte. Kur ti e di shumë mirë që ne simboleve kombëtare. Po, ne përveç akuzës, po vetëm fakti i dënuar, ne u kemi prerë mandatin të zgjedhurve tan në Shqipëri për dënime qoftë për masë administrative në Greqi.